Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara arrisin mbështetje financiare për vendet e Balltikut. Kongresi miratoi një fond prej $200 milion si asistencë sigurie për Estoninë, Letoninë, Lituaninë në iniciativën për siguri të Balltikut. Paketa prej $838.7 milion e nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump më 3 shkurt para she rritje të bashkëpunimit me 3 shtetet balltike. Rreth $10 milion shtesë janë ndarë Estonisë nga programi për financim të ushtrive të huaja, fondet të cilat Talini ka përdorur më parë për të blerë pajisje HIMARS, raketa Javelin dhe predha artillerie të kalibrit të madh. Vijojnë bisedimet Rusi-Ukrainë. Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se raundi i ardhshëm i bisedimeve të paqes mund të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zelensky rikonfirmoi gatishmërinë e Ukrainës për t'u angazhuar në formate që realisht e ofrojnë paqen dhe bëjnë atë të besueshme dhe afatgjatë. Është thelbësore që kjo luftë të përfundojë në një mënyrë që e lë Rusinë pas një shpërblim për agresionin e saj. Ky është një nga parimet kryesore që rivendos dhe garanton sigurinë e vërtetë, tha Zelensky ndër të tjera në një videomesazh pas përfundimit të raundit të dytë të bisedimeve në Abu Dhabi. Arrestohet një kolonel i forcave ajrore greke me akses në informacione të klasifikuara të NATO-s, pranoi se ka spionuar për Kinën duke nxjerrë sekrete ushtarake që konsiderohen kritike për sigurinë kombëtare të Greqisë dhe Aleancës Euroatlantike. Oficeri rreth 50 vjeç u ndalua brenda bazës ushtarake ku shërbente në zonën e Kavaurit pas një hetimi të gjatë dhe të fshehtë të shërbimeve greke të inteligjencës. Dyshimet ndaj tij nisën disa muaj më parë pas një sinjalizimi nga një agjenci inteligjence aleate që ngriti alarmin për rrjedhje informacioni të ndjeshëm. Për shkak të detyrës që bante, koloneli kishte akses të drejtë për drejtë të dokumente të klasifikuara përfshirë plane dhe të dhëna të NATO-s. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Trupat të Gardës Revolucionare, ushtria ideologjike e Republikës Islamike të Iranit, ndalojnë 2 tanker nafte në rajonin e Igjirit për kontraband karburanti. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim deklaroi se janë gjetur mbi 1 milion litra karburant kontraband në bordin e 2 anijeve, duke shtuar se 15 anëtarë të ekuipazhit me komsi të huaj janë dërguar përpara drejtësisë. Tankerët u ndaluan pranë nishullit iranian Fars, njoftoi Tasnim. Tankerat ishin të përfshirë në operacione kontraband për disa muaj, u identifikuan dhe u ndaluan pas operacioneve të mbikëqyrjes dhe zbulimit të tyre nga forcat detare të Gardës Revolucionare, sqaroi agjencia iraniane. Slovenia po përgatit një projekt ligj që synon ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Me rreth 2 milion banor, Slovenia po ndjek shembullin e Spanjës dhe disa vendeve të tjera europiane, të cilat kanë propozuar masa më të rrepta ndaj përdorimit të mediave sociale nga të miturit. Këto nisma vijnë pas shqetësimeve në rritje se platformat digjitale janë të dizenjuara për të krijuar varësi dhe mund të kenë ndikim negativ tek fëmijët dhe adoleshentët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.